Atëherë, një pyetje që doja që t'ju bëja ju si ekspert, se sigurohet që kamerat inteligjente të mos cënojnë privatësinë, domethënë? Atëherë, numri i kamerave për një shtet si Shqipëria dhe për sipërfaqen që ne kemi është goxha i lartë, por personalisht nuk shoh si problem numrin e kamerave, më shumë shoh si problem mungesën e transparencës. Pra, ne akoma nuk e dim se kush do i menaxhojë këto kamera. Ka pikpyetje shumë të mëdha dhe me kompani ndërkombëtare e cila ka marrur projektin. Nuk ka dalur një vendim qeveritar ose një manual se ku do ruhen këto filmime, kush do jenë institucionet ose personat që do kenë akses. Deri në çfarë niveli do kemi përdorim të inteligjencës artificiale, pra do kemi dhe face recognition, pra njohje të personave me anë të fytyrës, dhe më rëndësishmja për sa kohë do ruhen këto filmime dhe kush janë masat e sigurisë që janë marrë për ruajtjen e dënave qytetarëve, sepse ne kemi shumë raste ndërkombëtare ku krimi ka arritur të aksesojë kamerat dhe t'i përdorë se shërbimet sekrete të shteteve të ndryshme kanë arritur të përdorin, marrin akses dhe të përdorin këto kamera. Një ndër rastet e fundit është dhe ai në Iran, ku para sulmeve që realizohuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, shërbimet e tyre sekrete kishin qasje tek kamerat dhe dinin të gjitha lëvizjet e personaliteteve dhe udhëheqësve të regjimit të Iranit. Tani, po jap të shembull për të sqaruar që imagjino tani do kemi një institucion shtetërore që do dinë të gjitha lëvizjet e eksponentëve të biznesit, eksponentëve të politikës. Do ishte shumë mirë nëse do dinin thjesht lëvizjet e eksponentëve të krimit, se në fund të ditës prandaj dhe do donim të kishim një sistem të tillë. Pra, nuk është se jam kundra sistemeve, por jam kundra mënyrës se si përdoren dhe fatkeqësisht në Shqipëri kemi raste abuzive. Ne kemi nënhetim drejtues policie për nxjerrjen e dënave të Teamsit. Tani, imagjinoni nëse do kishim nxjerrje dënave të filmimeve në kohë reale nga gjithë territori i Shqipërisë dhe të kishim një gjurmim të lëvizjeve të personave të caktuar dhe këto dëna të jepeshin krimit ose dhe shërbimeve sekrete të shteteve të huaja. Kjo është nga ana e brendshme, por nga ana jashme ne nuk e dim deri në çfarë niveli do ketë akses kompania. Pra, a do kenë dhe ato akses, do i përpunojnë këto dëna qytetarëve shqiptarë dhe do i dërgojnë drejt një shteti tjetër apo jo. Pra, ka një mori pyetjesh. Më shumë se sa kostoja dhe eficienca është ajo që mua më intereson, është pjesa e sigurisë të dënave qytetarëve, që fatkeqësisht në Shqipëri deri tani është abuzuar me to. A mund të ketë manipulime të sistemit, për shembull, për sa i përket aspekteve të ndryshme, sepse normalisht do të jetë një sistem i bazuar mbi inteligjencën artificiale, ashtu sikurse janë edhe kamerat inteligjente. Menaxhimin e trafikut, siguria publike, domethënë këto si ndikojnë? Atëherë, tek pjesa për sa i përket manipulimit, për sa kohë kemi të bëjmë me filmime, nuk besoj që do hyjnë pjesa manipulimit, por nuk duhet harrojmë që edhe inteligjenca artificiale gabon. Pra, si mund të gabojë inteligjenca artificiale? Mund të ngatrojë, nëse përdoret për face recognition, mund të ngatrojë dy persona, mund të ngatrojë targa makinash etj. Pra, asnjëherë nuk duhet të besojmë 100%. Prandaj dhe do ishte nevojshme dhe ka nevojë që në Shqipëri të kemi edhe një institucion të pavarur i cili do kontrollonte këtë shërbim dhe do kontrollonte këtë teknologji, që nga mënyra e krijimit të përdoruesve, pra kush janë përdoruesit që do kenë akses, deri tek mënyra se si do ruhen këto dëna dhe si funksionojnë algoritmet e kësaj inteligjence artificiale që ndodhet pas këtij sistemi. Pra, të gjitha janë pika jashtëzakonisht shumë të rëndësishme dhe që duhet të merren parasysh dhe të implementohet përpara se të nisë projekti. Mos të shkojmë në pikën ku ishim me Albanian që bëm investimet në digitalizim, bën digitalizimi gjitha shërbimeve, por ishte harruar që duhej të investojë edhe në mbrojtje kibernetike. Pra, imagjinoni një sulm kibernetik ndaj këtij sistemi të kamerave dhe moria ose sasia e madhe e informacionit që mund të merret dhe kuptohet që mund të keq përdoret në të ardhmen, sepse po flasim për mbi 8000 kamera dhe 8000 kamera mund të bëjnë monitorim pothuajse të gjithë territorit shqiptar, çdo lëvizje qytetare, çdo lëvizje makine etj. Ne nuk e dim nëse këto kamera do jenë thjesht video apo do kapin dhe pjesën e voice,
sepse nëse kapin dhe voice dhe zërin pra do jetë dhe më problematike situata. Pra nuk ka pse institucionet shtetërore pa një vendim gjykate të përgjojnë dhe të regjistrojnë zërin e qytetarëve. Nuk e dim këtë, mund mos të jetë, por faktën përsa nga informacioni që unë kam dhe se si funksionon në botë, kamrat trupore që do jenë diku deri tek 3000 regjistrojnë dhe pjesën e zërit. Dhe përsëri kthehemi pas, kthehemi kur ruhen këto filmime, për sa kohë do ruhen dhe kush ka akses te këto filmime. Pra komplikohet dhe më shumë situata. S'kemi të bëjmë vetëm me video, por kemi të bëjmë dhe me zërin e qytetarëve. E qartë. Pra, jemi para disa rreziqeve nëse do të ishim, nëse Shqipëria do të përfshihej. Në fakt, ne jemi në një prag konflikti si pjesë si një shtet që ka marrëdhënie shumë të mira me SBA-n, domethënë kemi një konflikt gjysmë të hapur me Iranin, por domethënë imagjino nëse do të ishin ndonjë sulm tjetër kibernetik, po ashtu siç ju la edhe faji iranianëve, dhe ditën e djeshme në fakt është miratuar një marrëveshje me izraelitët, me disa kompani izraelite për pjesën e sigurisë kibernetike dhe u tha pikërisht kjo që po e bëjmë marrëveshjen me izraelitët sepse u sollën miqësisht me ne kur na luftuan iranianët. Pra ne mund të jemi edhe tani në një pikërisht midis në një kohë që Izraeli me Iranin janë në një konflikt, ne mund të jemi pjesë e sulmeve, po themi. Personalisht nuk futem tek ajo pjesa e qytetarëve, megjithëse në fillim e kam besuar që sulmi vinte nga Irani, por fatkeqësisht aktualisht më duket pamundur që sulmet kenë ardhur nga Irani në një kohë kur ishin në kulmin e luftës dhe çdo resource përdore për mbrojtjen dhe për sulmet që ato kryenin të merreshin me Shqipërinë, sidomos me institucione totalisht pa vlerë. Pra kjo ngrin një pikpyetje shumë të madhe. Për sa i përket bashkëpunimit me Izraelin, të gjithë e dinë që Izraeli është pioner dhe është një ndër shtetet më të fuqishme për sa i përket mbrojtjes kibernetike. Pra nuk është se shoh ndonjë problem këtu. Por ashtu siç e thatë ju, këto marrëveshje kuptohet që ndisin dhe kur dhe reagime nga shtetësia e Iranit. Nëse me të vërtet kanë qenë iranianët ato të cilët na hakeruan, e imagjinoni tani nëse do arrin të hakeronin sistemin vëzhgimit dhe monitorimit digital që është pjesa e kamerave dhe nëse këto dana do i shiteshin grupeve kriminale. Pra probleme që do hapeshin në Shqipëri do ishin njerëzisht shumë të mëdha. Dhe përsëri po bëjmë një gabim sikurse e kishim me pjesën e Akshit dhe me pjesën e Albanias. Po investojmë në digitalizim, ndërkohë që ne nuk shohim fryte nga investimet që kemi bërë në mbrojtjen kibernetike, sepse çdo muaj kemi një institucion të ri i cili hakerohet në të njëjtën mënyrë të vjetër dhe danat e qytetarëve shqiptar dhe danat e informacionet e institucioneve shtetit shqiptar bëhen publike. Një pjesë e tyre janë përfshirë në dark web, një pjesë e tyre janë free për gjithë qytetarët dhe për gjithë grupet kriminale ndërkombëtare, të cilët i kanë përdorur, do i përdorin dhe në të ardhmen fatkeqësisht. Dhe me digitalizime që po ndodhin dhe duke e ditur që çdo gjë do shkojnë drejt inteligjencës artificiale dhe pjesës ku identiteti jon digital do jetë pa që rëndësishëm se sa i fizik, ndoshta edhe më rëndësishëm për shkak të veprimtari që ne kryejmë, jemi shumë të rrezikuar. Për të rikthyer sërish te Smart City, sepse doja të dilja tek pjesa që ne ju japim të gjithë sigurinë në dorë të huajve, po themi, dhe Izraelit, Emirateve të Bashkuara Arabe, domethënë e marrin për të mirë qenë që gjithmonë marrëdhëniet tona me këto shtete do të jenë gjithmonë të mira. Tani nëse marrim në aspektin afatgjat të sigurisë, domethënë tani këtu nuk dua të bëj konspiracion, por marrim vetëm një rast shumë të keq që nëse marrëdhëniet tona do të ishin jo këto që janë. Domethënë janë shtete të cilat kanë në dorë pothuajse plotësisht gjithçka. Sepse të kesh në dorë kamerat e sigurisë, shkollat janë, sepse Smart City aplikohet në Tiranë, ka filluar kryesisht te shkollat, janë 20 shkollat e para të cilat janë bërë pjesë e implementimit. Dhe tani sa të rrezikuar jemi konkretisht nga e gjitha. Pikë pari, siguria kombëtare dhe çështjet e sigurisë kombëtare duhet të jenë in-house, pra duhet të jenë të menaxhuara në shtëpi.
Pikë së dyti, megjithëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli janë aleatët tonë dhe janë shtete dashamirëse ndaj Shqipërisë, ne nuk po flasim për marrëveshje shtetërore, ne po flasim për marrëveshje shtet privat, nuk po flasim për shtetin e Izraelit në vetvete, por po flasim për një kompani izraelite, ne nuk flasim për Shtetet e Bashkuara në vetvete, por po flasim për një kompani private amerikane. Pra duhet të ndajmë, sepse në momentin që i vendoset nga pas një kompanie dhe shteti nga i cili vjen, qytetarët mendojnë që marrëveshja është me këtë shtet. Jo, nuk është me shtetin Izraelit, është me disa... Lidhjen e ka bërë kryeministri, sepse ka thënë që izraelitët janë sjellë mirë me ne kur na sulmuan iranianët. Patjetër. Lidhjet dhe prandaj dhe unë po e bëj në këtë mënyrë edhe ndërtimin që... Patjetër që janë sjellur mirë me ne, sepse jemi aleat. Nuk është çështje sa ato janë sjellur mirë me ne, është çështje që dhe Shqipëria në të gjitha konventet, në të gjitha organizatat ndërkombëtare është partnerë dhe ka ngritur zërin për mbrojtjen e drejtave të tyre dhe i ka mbrojtur dhe ndoshta edhe në momentin që nuk duhet ose nuk mund të mbroheshin, por kjo në këtë mënyrë funksionon politika e jashtme dhe besoj që Shqipëria është në krahun e duhur të historisë në shumë gjëra. Në fund të ditës kemi zgjedhur një rrugë, qoftë e gabuar ose e mirë, shpresoj të jetë e mirë, por politika shqiptare ka zgjedhur një rrugë dhe nuk ka të bëjë me qeverinë aktuale dhe nëse opozita do ishte në pushtet, ju asiguroj që në njëjtën mënyrë do vepronte për sa i përket politikës së jashtme, por ai që mua më shqetëson është që qeveria në momentin që nënshkruan një marrëveshje me një kompani private, i vesh dhe pekun e shtetit nga i cili vjen. Pra nuk kemi të bëjmë nëse kemi një marrëveshje me Microsoft, megjithëse Microsoft është një kompani amerikane, nuk kemi të bëjmë me shtetin amerikan, kemi të bëjmë me Microsoft si kompani private. Ne kishim kompaninë Pegasus, e cila megjithëse ishte izraelite, e gjithë drejtuesit e tyre u burgosin sepse kishin shkelur shumë ligje ndërkombëtare dhe aplikacionet e tyre për mbrojtje ishin përdorur për përgjimin e gazetarëve, për përgjimin e opozitarëve në shumë shtete të Bashkimit Evropian. Dhe kjo kompani u bë nën grata, një pjesë e tyre u kryshpallën në kërkim, një pjesë u arrestuan dhe kompania u mbyll. Pra, vendosja e labels, pra vendosja e etiketave shtetërore pas kompanive private është ajo që është mënyra se si po bën PR-in qeveria dhe institucionet shtetërore. Pra, duhet të jenë transparent me qytetarët. Nuk kemi të bëjmë me marrëveshje shtetërore. Kemi të bëjmë me marrëveshje shteti shqiptar me një kompani private dhe kompania e cila do sill sistemin e kamrave. Megjithëse është nga Emiratet e Bashkuara, marrëveshja nuk është me Emiratet e Bashkuara. Është me një kompani e cila ka dhe shumë ditë drejtësie, se ku qëndron pas saj, ku mund të shkojnë dhënat e qytetarëve. Pra ne kemi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që këtë kompani deri diku e kanë me pikpyetje, se kush janë pronarët e vërtetë të kësaj kompanie. Por nga ana tjetër, duke përfshirë emrat e aleatëve si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, qeveria mundohet të ambalazhojë kompanitë private të cilat po marrin disa qindra miliona euro nga xhepat e taksapaguesve shqiptar. Pra, PR-i ose mënyra e reklamimit që po bëhet është, duke qenë se është një shtet aleat, ju nuk keni të drejtë të ngrini pikpyetje. Po, ne kemi të drejtë të ngrijmë pikpyetje sepse kemi të bëjmë me kompani private që e dimë mënyrën se funksionojnë. Dhe kemi të bëjmë me një buxhet thuhet diku tek $140 milionë për 8.000 kamera. Ta gjykojmë si çmim do ishte gabuar, sepse ndoshta mund të edhe më shumë. Që a janë kostot të fryrë për një... Atëherë, nuk e dim. Pse nuk e dim? Sepse nuk kemi informacion. Thjesht është thënë që do kemi 8.000 kamera. 8.000 kamera mund të kushtojnë dhe 200.000 euro, mund të kushtojnë edhe 500.000 euro, mund të kushtojnë edhe 1 milion euro. Por çështja është çfarë sistemi shndrohen pas këtyre kamerave, kush do bëjë mirëmbajtjen e këtyre kamerave, cila do jetë kompania ose sa do jetë kostoja e implementimit fizik të këtyre kamerave, kush do jetë pagesat që ne do bëjmë për licencimin e këtij aplikacioni, softwareve, analizës dhanave etj. Pra ka shumë pikpyetje që nuk sfigohen, thjesht jepet një emër i madh kompanie gjigante, përmenden disa partnerë për të mbyllur gojen dhe për të intimiduar në një farë mënyre gazetarët, analistët, politikanët që të ngrinë pikpyetje,
se në momentin që përfshihet një aleat, një pjesë e madhe e gazetarëve, analistëve dhe politikanëve janë të friksuar sepse mendojnë që duke goditur një investim i cili mund të jetë i gabuar ose mund të cënojnë sigurinë e qytetarëve, po godasin dhe një alat. Jo, nuk po godasin alatin, po flasim për kompani private. Sikurse kanë qenë të gjitha investimet që janë kryer deri më sot në Shqipëri. Pra të gjitha janë me kompani private, pra nuk kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat po investojnë dhe po paguajnë dhe po ndjekin një projekt të caktuar, ose nuk kemi Izraelin ose nuk kemi Emiratet e Bashkuara, por kemi të bëjmë me sistemet të cilat do paguhen nga ne direkt nga xhepat e taksapaguesve ose do merren me anë të kredive të buta që përsëri dhe këto kredi do paguhen po nga qytetarët shqiptar. Ajo që sot i muan Shqipërisë nuk është as pjesa e digitalizimit, po ajo që i muan Shqipërisë është pjesa e transparencës. Sikurse ka ndodhur me të gjitha sistemet tjera, ne nuk kemi transparencë. Nuk po kërkojmë detaje teknike këtë herë. Ne thjesht po kërkojmë transparencë kush si, se, sa, kaq. Pra kush po i ban, se kemi nevojë për një gjë të tillë, çfarë po bën, pra çfarë të dhënash do mbledhen, sa kohë do ruhen të dhëna, kush do ketë akses dhe sa është kostoja. Dhe kur themi sa është kostoja, nuk duam një kosto totale, por duhet që të kemi edhe një ndarje të kostove. Prandaj është e pamundur për të thënë nëse 140 milion është një shifër e flutur. Por nuk duhet harrojmë që ndajmet e para ishin për 60 milion dhe 160 u bë 140 me një vizitë kryeministit dhe të drejtuesve të tjerë të institucioneve në Emiratet e Bashkuara. Po them edhe një herë, nuk jam kundër zhvillimeve teknologjike dhe nuk jam kundër të pasurit një Shqipëri më të sigurt. Por ajo që më frikson është që duke përdorur moton e një Shqipëri më të sigurt, mos ndoshta po bëhen qytetarët më pak të sigurt dhe ato që do jenë më të sigurt janë një grup njerëzish që menaxhojnë këto sisteme dhe mund t'i përdorin dhe për hakmarrje personale ose për shantazhe, si të media, si të politikanëve, si të analistëve, si të qytetarëve të thjeshtë. Ne nuk e dim këtë, prandaj po kërkojmë thjesht transparencë, asgjë më shumë. Në fakt, këto janë edhe disa nga pikpyetjet që, do më them, ku fillon monitorimi, po themi, dhe pastaj ku mbaron monitorimi dhe ku fillon rreziku. Sepse, siç e tham, në qytete të caktuara, sidomos, numri është shumë i egzageruar, sepse nëse marrim Tiranën, është një bashki e madhe, mbase edhe në shkolla është i nevojshëm duke parë edhe ngjarjet e fundit që ka ndodhur. Por duke marrë parasysh të cilat bashki po implementohet si gjë, madje nuk ka filluar, në disa nuk ka filluar fare, por që është edhe ky edhe një rrezik tjetër që të ngelet vetëm letra, sepse ka patur disa kohë më përpara, ka patur një projekt në gjashëm në Elbasan dhe nuk u implementua kurrë. Domethënë ishte thjesht më duket të paguan edhe para, por që nuk ndodhi. Ne kemi më 10 projekte që kanë nisur, janë bërë lajm dhe ndërkombëtar dhe në fund të ditës nuk kemi një rezultat. Mund të nisim që nga satelitet dhe mund të përfunojmë tek ministri Adilla që u deklarua që do ishte drejtuesja e prokurimeve etj, po shtyhet dhe tani flitet që mund të jetë gati në 2030-ën, që deri në 2030 nuk e dim se çfarë mund të ndodhë. Por në fund të ditës, as shteti, as institucioni shtetëror nuk ka të drejtë të monitoroj çdo lëvizje time. Pra nëse flasim për një bashki si Pogradeci, imagjinoni një qytetar i cili lëviz, kryen takimet e tij, kryen punët e tij, dhe një person i cili ka akses te sistemi mund të monitorojë çdo takim, çdo misi, dhe gjërat më banale, le të themi. Dhe këto nëse nuk menaxhohet siç duhet, kuptohet që mund të përdoren dhe si shantazh ndaj qytetarëve. Prandaj është shumë e rëndësishme për të ditur sa kohë ruhen këto dhëna. Do ruhen 1 muaj, do ruhen 2 muaj, do ruhen 10 ditë, apo do ruhen 3 vite, apo 5 vite. Sepse nuk ka pse të ruhet një dhënë filmike më shumë se sa 2 muaj. Pra nëse kemi një akt kriminal, kuptohet që 1 muaj është përthim mjaftueshëm për të marrë kamerat, për të monitoruar lëvizjet e tjera, por pse do të duhej të ruaj 5 muaj ose pse do duhej të ruaj 5 vite, që gjë të cilën nuk e dim, thjesht po hamensojmë dhe po supozojmë, sepse institucionet shtetërore kanë preferuar mos të japin asnjë lloj informacioni. Plus pjesa e kamerave në trupe, thash më përpara, do mbajnë audio
Dhe si do përdoret kjo audio, sepse nëse një kamerë e një policie është ndezur, nuk është thjesht tek patrulla kur do komunikojë me qytetarin, por mund ta lëj ndezur dhe në një kafe. Pra ne sa herë shohim një polic me një kamerë që na kalon pranë, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të ndryshojmë rrugë, sepse mund të jem me një person që nuk do doja ta dinte njëri që unë e kam shoqë, mik, kesh. Pra është edhe një çik problematike, domethënë te pjesa e drejtave dhe lirive të njeriut për mos qenë monitoruar pa një vendim gjykate. Ne nuk lejohemi as të filmojmë në ambiente publike dhe këto filmime të shpërndajmë. Prandaj është shumë e rëndësishme të dimë se kush ka akses dhe sa do ruhen këto filmime. Për mua këto janë dy pyetjet kryesore që duhet të ngrej çdo qytetar, çdo gazetar, çdo politikan. Dhe po ta shohim nga ana tjetër, nuk është se kemi edhe një reagim nga opozita. Në fakt është një temë pak e diskutuar këtu dhe unë thash më rast punton vetëm nga vizita e fundit duke qenë që nuk kishte transparencë. U futa dhe pash nëse kishte një shpjegim mbi arsyet fikse të vizitës edhe të takimit, sepse u postuan vetëm foto dhe madje edhe në përshkrim nuk kishte asnjë për emrat, u zbardhën më pas nga mediat edhe doli që ishin pikërisht CEO-t e kompanive të cilat do të implementojnë projektin në vendin tonë. Po dhe kjo mua personalisht nuk bën shumë sens, pra që kryeministri i një vendi të shkojë dhe të kryejë takime me kompani private. Nëse është në fund ditës është një tender publik, për sa kohë po flasim për një tenderim publik, do ishte mirë që të ishte një tender i hapur ku dhe kompanitë të tjera nga shtetet e tjera kanë të drejtën të marrin pjesë. Ndoshta mund të marrim ose mund të kemi produkte shumë të mira me një shkrim shumë të mirë. Dhe nuk kemi specifikime teknike, pra kjo është minimale që ne duhet të dimë kush janë specifikimet teknike. Se nëse dimë specifikimet teknike, atëherë do ishim në gjendje të flisnim se çfarë mund të bëjë kjo teknologji dhe si mund të përdoret kjo teknologji. Marrim si shembull Emiratët, por në fund të ditës ato janë një mbretëri, autokraci, pra që të gjithë e pranojnë diçka të tillë, për sa kohë nuk ka votime, që kemi të bëjmë për autokraci, ndoshta edhe më shumë se sa autokracia. Dhe sistemet e tjera ne duhet të implementojnë në Shqipëri. A do ndikojnë, të jemi të sinqertë dhe me qytetarët, a do ndikojnë këto sisteme për ngritjen e sigurisë? Patjetër që do ndikojnë. A do ndikojnë këto sisteme për menaxhim më të mirë të trafikut? Patjetër që do ndikojnë. Do ndikojnë dhe do ndikojnë goxha. A do ndikojnë për zbulimin e krimit? Patjetër që do ndikojnë. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të kërkojmë llogari për dhënat tona dhe kush do jenë efektet ose kush mund të jenë, jo kush do jenë, kush mund të jenë efektet negative që mund të sjellë qytetarëve. Dhe nëse do kishim institucione të përgjegjshme dhe do na jepnin përgjigje për pyetjet që ne ngrem, dhe qytetarët dhe unë dhe ju dhe të gjithë do ishim shumë më të qetë, sepse në fund të ditës secili nga ne kërkon siguri më të lartë, zbulueshmëri më të lartë të krimit, trafik të menaxhuar më mirë, etj, benefite që këto sisteme mund të sjellin. Por në ana tjetër nuk jam dakord dhe besoj që askush nga qytetarët nuk është dakord që të lëshojë nga të drejtat e tij, nga liritë e tij, nga privacy i tij për disa shërbime që thotë janë pozitive, pra duhet i vendosim në balancë. Ndoshta ajo që ne po japim mund të jetë shumë më shumë se sa ajo që ne po marrim mbrapsht. Dhe kjo pa diskutuar fare pjesën e kostove të sistemeve, sepse sistemet janë një çikëll subjektive, pra. Mund të kushtojnë shumë më pak dhe mund të kenë shumë më probleme, ose mund të kushtojnë shumë më shumë dhe mund të jenë shumë më të mira. Po që kompania që qëndron pas tyre është një kompani e mirë njohur, pra këtë duhet ta themi, por ne kërkojmë transparencë, të cilën fatkeqësisht në Shqipëri nuk po gjejmë, jo vetëm me këtë pjesë, por ne nuk e gjetëm edhe me pjesën e DPI-ve, nuk e gjetëm edhe me hakerimet që ndodhen në gjitha institucionet shqiptare, nuk e gjetëm transparencën edhe me daljen e dhënave, duke nisur që nga patronazhistët dhe duke përfunuar të rrogat e tjera. Dhe vazhdojmë përsëri në njëjtën rrugë të gabuar, duke mos bërë transparencë. Kjo ka sjellë që qytetarët shqiptar fatkeqësisht të humbin besimin pranë institucioneve. Dhe rifitimi i besimit të gjithë e dimë që është shumë i vështirë.
Në fakt, për kompaninë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, është disa ta herë, kujtojmë këtu marrjen e portit të Durrësit nga Alabari, që sërish u mor pa gar, dhe tani kjo është era e dytë që po një kompani nga Emiratet e Bashkuara Arabe merr një tender pa gar. Dhe prandaj madje këtu shkon edhe më tej, sepse këtu ishte edhe një hua në fakt. Është me hua, është me kredi, prandaj besoj që është momenti që dhe organet e drejtësisë duhet të hetojnë, sepse një pjesë të madhe të këtyre ose i fusin në petkun e investimeve strategjike, ose i fusin në petkun e sigurisë kombëtare, duke qenë nën këto dy petke, nën këto dy mbulesa, mburoja, ambalazhime, askush nuk futet në thellësi dhe askush nuk po i heton ashtu siç duhet. Pra, pse duhet Shqipëria, një shtet kaq i vogël, të ketë investime kaq gjigante dhe jo transparente. Nuk po flasim për FBI dhe CIA që mund të marrin shërbime dhe nuk deklarohen, sepse kanë edhe buxhete shumë më të mëdha dhe janë të parashikuara në skemat e funksionimit të tyre. Por Shqipëria është një shtet i varfër, një shtet i vogël, që do duhet që të maksimizonte zhvillimin teknologjik, por nga ana tjetër të ruante dhe balancat e shpenzimeve. Me 140 milion euro, jo siguroj që Shqipëria mund të bësh shumë gjëra më të mira për të rritur sigurinë, për të menaxhuar trafikun. Ne e dimë, të gjithë dimë ku janë problemet e trafikut në Shqipëri. Të gjithë dimë ku janë problemet e krimit në Shqipëri. Pra nëse këto para do investoheshin për të zgjidhur problemin në rrajnë në Gjines, jo siguroj që nuk do kishim nevojë për këto mira kamera që do vendoseshin në rrugët e Shqipërisë. Por, për ta bërë dhe pak fani, megjithëse është qesharake deri diku, ne kishim një sistem të tillë në pjesën më të madhe të qytetit të Shqipërisë, i cili nuk menaxhohej nga shteti dhe policia e shtetit, por menaxhohej nga krimi i organizuar. Nëse mbani mend, ishim me qindra dhe mijëra kamera të cilat u instaluan nga semaforët, stacionit, nga rrugët e ndryshme, të cilat ishin lidhur me dhe menaxherët e tyre, përdorësit e tyre ishin e krimi i organizuar, të cilat i përdorin për monitorimin e grupeve rivale. Pra dhe në këtë pikë, megjithëse shteti shqiptar do të bëjë një investim, është një hap pas krimit të organizuar, sepse ato xha i kishin dhe nuk e di nëse vazhdojnë të kenë sistemet e kamerave në qytetet e mëdha të Shqipërisë. Të paktën aq sa u pa në atë kohë u instaluan. Tani ashtu tha, nuk e di, para se të instaloheshin asnjëherë nuk është pranuar që ka, pra gjithmonë është thënë që nuk ka. Kështu që shpresoj që mos ketë. Në atë kohë dhe teksa hiqeshin kamerat në qytete, edhe në atë kohë ka qenë Elbasani, po Gradeci, kryesisht Shkodra, po. Por ishim në media pak. Po hoqin kamerat, por nuk ishin persona të vendosur para përgjegjësisë dhe para ligjit. Kjo ishte edhe pjesa më interesante. Kamera që qëndronin prej vitesh aty, doli që askush nuk ishte përgjegjës për instalimin e tyre.